Më 17 nëntor të vitit 1603, shkrimtari, eksploruesi dhe obortari britanik Sir Walter Raleigh del në gjyq nën akuzat për tradhti. Ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në kolonizimin e Amerikës, por mbreti James e kishte inat pasi Sir Raleigh ishte favorit i mbretëreshës Elizabeth, dhe kur kjo ndroi jetë, James e dënoi me burgim dhe në vitin 1618 e dënoi me vdekje. Më 17 nëntor të vitit 1800, Kongresi i Shteteve të Bashkuara u mblodh për herë të parë në ndërtesën përfunduar pjesërisht të Kapitolit në Washington DC. Kongresi i kishte filluar planet për mbledhjen e ligjvënësve vazhdimisht në një vend të saktuar që në vitin 1790. Trupi legjislativ nuk ishte i kënaqur që ishte i detyruar të mblidhej në 8 qytete të ndryshme që nga nënshkrimi i Deklaratës së Pavarësisë në vitin 1776. Kongresi caktoi George Washingtonin të zgjidhte një vend si distrikt të përhershëm qeveritar apo kryeqytet. Ai zgjodhi një truall prej 256 km² përgjatë bregut lindor të lumit Potomac dhe Marylandit të Virginias. Thomas Jefferson zgjodhi vendin për ndërtimin e Kapitolit, emër me të cilin njihet ndërtesa e Kongresit Amerikan në një kodër që shikon mbi lum. Kjo ndërtesë ka qenë vazhdimisht duke u ndërtuar apo restauruar që nga fillimi i punimeve në vitin 1793. Më 17 nëntor të vitit 1869 në Egjipt përurohet kanali i Suezit që lidh detin Mesdhe dhe detin e Kuq. Ky kanal ishte një nga projektet madhore të dinastisë shqiptare të themeluar nga Mehmet Ali Pasha për modernizimin e Egjiptit. Kanali i Suezit është kanal artificial detar me një gjatësi prej 163 kilometra ndërmjet detit të Mesdhe dhe detit të Kuq, i cili ndan kontinentin e Afrikës nga kontinenti i Azisë, dhe për këtë arsye është lidhja më e afërt detare në mes hemisferës perëndimore dhe hemisferës lindore të tokës. Më 17 nëntor të vitit 1912, në përpjekje për të parandaluar coptimin e Shqipërisë, Shoqata Mbar Shqiptare e Amerikës, Vatra, organizoi një takim në Boston, në të cilën Faik Konica ishte folësi kryesor. Ai pohoi dobësimin e Turqisë. Turqia po bie, Shqipëria është e pushtuar dhe në rrezik për të coptuar. Çfarë do të bëjmë ne si adhetar për të shpëtuar vendin ton? Pas këtyre fjalëve, pjesëmarrësit miratuan vendimin që burimet financiare të Vatrës të përdoreshin për të shpëtuar Shqipërinë. Gjithashtu, telegrame ju dërguan fuqive të mëdha Austrisë, Gjermanisë, Italisë, Vatikanit, Francës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, me kërkesën që të ndalonin coptimin e Shqipërisë. Sot data 17 nëntor është ditë e shënjuar për kryeqytetin ton, Tiranën. Është dita e çlirimit të Tiranës. Më 17 nëntor të vitit 1924, plot 72 vite më parë, trupat e brigadës së parë sulmuese të udhëhequra nga Mehmet Shehu çlirojnë Tiranën nga nazistët gjerman, pas 19 ditë luftimesh të ashpra ku banorët e kryeqytetit luajtën rol aktiv. Forcat partizane patën edhe mbështetjen nga ajri nga forca ajrore britanike që sulmonin autokolonat gjermane jashtë kryeqytetit, ndërsa disa qindra parashutistë anglez u hedhën në zonat midis liçenit të Ohrit dhe Bregdetit shqiptar për sulme të bashkërenduara me partizanët. Të nesërmën më 18 tetor, radioja gjermane në Berlin pranoi se trupat e prapavijës naziste kishin mundur të tërhiqeshin nga kazermat e Tiranës duke ju shmangur rrethimit. Çlirimi i Tiranës është një nga momentet historike të historisë moderne të Shqipërisë. Është i vetmi kryeqytet ku më vonë triumfoi komunizmi, i cili u çlirua pa ndihmën e ushtrisë së kuqe.
Më 17 nëntor të vitit 1989, lufta e ftohtë, revolucioni i Kadife, filloi në Çekoslovaki. Demonstratat e studentëve në Prag shtypet nga policia. Kjo u bë shkak për protesta në shkallë të gjerë, të cilat quan në përmbysjen e qeverisë komuniste më 29 dhjetor. Kjo lëvizje solli në rënien e komunizmit në Çekoslovaki dhe i hapi rrugë zgjedhjes për herë të parë prej shumë dekadash të një presidenti në mënyrë demokratike, duke vendosur në këtë post Václav Havelin. Në vitin 1993, Çekoslovakia u nda në mënyrë paqësore në Republikën Çeke dhe Slovakinë. Më 17 nëntor të vitit 1968, një ndeshje e futbollit amerikan ndërmjet skuadrës Jets të New Yorkut dhe skuadrës Raiders të Oaklandit të Kalifornisë mbeti e paharuar për tifozët të sportit dhe fazat interesante të ndeshjes ishin vetëm një pjesë arsyes. Loja edhe sot njihet si loja Heidi. Ja dëgjojeni arsyen pse. Vetëm 65 sekonda para se të përfundonte ndeshja, skuadra New Yorkut shënoi 3 pikë, duke ndryshuar rezultatin në 32 me 29 në favor të saj. Me njëherë pas kësaj, rrjeti televiziv amerikan NBC, që po transmetonte ndeshjen, filloi të jap një reklam televizive, kështu që telespektatorët e bregut lindor të Shteteve të Bashkuara nuk mundën ta shohin rezultatin e ndeshjes. Ishte ora 7 e mbrëmjes në zonën lindore të Shteteve të Bashkuara dhe në këtë kohë kanali NBC, duke vazhduar programet e tij, filloi të shfaq filmin për fëmijë Heidi. Mijëra tifoz futbolli telefonuan në rrjetit të televizionit NBC dhe kur centrali i telefonit i NBC-s nuk ishte në gjendje të përshtygjej të gjitha thirrjeve telefonike, disa tifoz të zemëruar i telefonuan departamentit të policisë të New Yorkut dhe kompanisë telefonike. Tifozët e futbollit amerikan dhe as vet Liga Kombëtare e Futbollit Amerikan kur nuk e kanë harruar ndeshjen, që u bë njohur me emrin Loja Heidi. Më 17 nëntor të vitit 1790, lindi August Ferdinand Mobius, matematicien dhe astronom teorik gjerman. Ka qenë profesor i universitetit në Leipzigut dhe drejtori i observatorit të këtij universiteti. Në botimet e tij mbi astronomin, ai parashtroi në mënyrë matematike jo të komplikuar mekanikën qiellore. Ai njihet si matematicien që ndihmoi në avancimin e gjeometrisë projektive dhe topologjisë. Ai prezantoi rripin e Mobiusit, i cili ka një faqe dhe një përftues. Ndëroi jetë në moshën 77 vjeçare në Gjermani. Më 17 nëntor është dita që Kisha Katolike Romake përkujton Shën Elizabetën e Hungarisë. Kisha Katolike Romake është kisha e krishterë të udhëhequr nga Papa i Romës. Kisha Katolike pretendon të jetë kisha e themeluar nga Jezu Krishti, të cilës i përkasin të gjithë të krishterët e pagëzuar katolik, si dhe antarët e kishave që janë në bashkim të plot me Kishën Katolike dhe kishat të tjera të ndara prej saj. Midis kishave të krishterëta është më e madhja për nga numri besimtarëve në nivel botror, me një përqindje të lartë në Evropë dhe në Amerikën Jugore. Ndërsa, Shën Elizabeta ka ndëruar jetë në 17 nëntor të vitit 1231, prandaj përkujtohet nga Kisha Katolike Romake. Shenjtërinë arriti brenda 24 vjetëve, në rrjedhën e të cilave provoi gëzime e dhimbje me shpirtin e njeriut që i është gjithë një mirënjohës hyjit. U fejua kur ishte vetëm 4 vjeçare, u martua në një moshë 14 vjeçare, u bën nën kur mbushi 15 vjeç dhe mbeti vejush në moshën 20 vjeçare kur i shoqi Ludoviku i IV i dukve të Turingis vdiq në Otranto, në pritje për të hipur në anije me Frederikun e II për kryqëzatën në tokën e shenjtë. Martesa e tyre ishte bërë me shkuesi, siç ndodhte mes shtëpive mbretërore të Evropës.